Mirëmbrëma shqiptar, kudo që jeni, mirëmbrëma nga studio emisioni e premtja me Halilin. Emision që nuk prodhon spektakël, por emision që ndryshon jetë. Si çdo emision edhe ky i sotshmi i ka storjet e veta, këto storje, këto histori që kanë ndryshuar shumë jetë. Unë ju falenderoj gjithëve kudo që jeni për kontributin e juaj. Jeni ju ata që po mundsoni gjithë veprimtarinë e jetimave të Ballkanit. Po mundsoni edhe këtë emision ku ne i shpalosim shumë histori, shumë vujtje, shumë lot mërzie, por në fund gjitha këto kthehen në gëzim fal jush, Zoti ju shpërblet. Në emisionin e parë ju kemi dhënë storje cila ka përfshi shumë nga projektet tona të realizuara apo edhe në realizim e sipër. Ju kemi thonë që ne në emisionet e ardhshme do t'ju flasim një nga një për këto projekte. E një i tillë që është realizuar dhe është funksionalizuar në komunën e Kamenicës është ky. Bëhet fjalë për kuzhinën humanitare, kuzhinë që përgatit 2000 shujta për gjithë nxënësit e shkollave të komunës së Kamenicës. Projekt ky që ka qenë në bashkëfinancim me komunën e Kamenicës është realizuar, është inauguruar bashkë me stafin tim, me kryetarin e komunës atje, kemi prej shëritin e këtij projekti. Kuzhinë model për gjitha komuna tjera, këto e në pamje. Sot jemi këtu para një objekti që për nga madhësia ndoshta nuk duket shumë i madh, por është tejet i rëndësishëm, sepse këtu do të funksionojë kuzhina e re, që do të ushqejë të gjithë nxënësit e komunës së Kamenicës, si dhe familjet dhe raste sociale të cilat kanë nevojë për mbështetje. E tash kuzhina popullore është një projekt i veçantë, i ndërtuar në bashkëpunim me komunën e Kamenicës dhe shoqatën Jetimat e Ballkanit me një qëllim dhe kauzë thellësisht humane, për çfarë u jemi për jetë falendërues e mirënjohës. Projektet të tilla tregojnë për kushtimin e vazhdueshëm të komunës së Kamenicës për arsimin dhe mirëqenien e nxënësve, që kanë qenë gjithmonë në qendër të punës së kryetarit, por ku ka më mirë ku kjo kombinohet edhe me një shoqatë sikurse Jetimat e Ballkanit, presidenti i së cilës Halit Kastrati na ka nderuar sot me pjesëmarrje dhe natyrisht që në emër të Qeverisë së Republikës Kosovës shprehim gjithashtu vlerësimet më të larta për këtë bashkëpunim dhe për këtë kurorëzim të punës përbashkët. Shumë i lumtur që ky bashkëpunim ka gjetë prekrojën me një pot madhe nga humanisti dhe shoqata Jetimet e Ballkanit. Unë dëshiroj që kjo të jetë në shërbim të plot edhe për raste sociale, se aty ka qenë qëllimi ynë parësor. Faleminderit kryeminista për vlerësimin, faleminderit kryetar. Urime Kamenicë, urime nxënësave, e shpresojmë që ne mos ta ndalim shërbimin ton për ata që kanë nevojë derisa të ngjanë. Hajde. Urime. Qëto do të shërbejnë familjet nevojtare, Po, vërtet. Është e para e ndërtuar si soi në Kosovë.
Ky është projekti realizuar më në komunën e Kamenicës. Njëkohësisht shumë shpejt kemi edhe 2 inaugurime të 2 mega projekteve të realizuara, thuajse në përfundim tani nga shoqata jonë falë kontributit tuaj. Bëhet fjalë për mega projektin në qytetin e Gjilanit, qëndrim ditor për të moshuar kuzhinë humanitare dhe bujtin për student. Edhe ky projekt është në bashkëfinancim me komunën e Gjilanit, në qendër të Gjilanit që po ja jep një pamje bukur të mirë qytetit të Gjilanit. Zoti ju shpërblef donator. Gjithashtu, edhe projekti tjetër i njëjti si në Gjilan me një infrastrukturë tjetër vese, në qytetin e Podujevës, edhe ai do të realizohet, është në përfundim ky projekt, po bëhen 3 qëndrime ditore të jetimave të Ballkanit. Ai në qytetin e Vushtrisë, ky në qytetin e Gjilanit, edhe tjetri në qytetin e Podujevës. Mos harrojmë me cekë edhe punimet që po vazhdojnë në një super projekt në qytetin e Prizrenit, ku është selia qendrore e shoqatës Bëmirë se jetimat e Ballkanit, edhe aty do të jetë qendrim ditor për të moshuar bujtin për student, kuzhinë humanitare, edhe një amfiteatr i mbyllur shumë i bukur. Punimet po vazhdojnë. E prej Prizrenit ne kemi vu gur themelin edhe në qytetin e Malishevës. Projekti në qytetin e Malishevës është shumë specifik. Specifik është nga ajo që janë 2 projekte me një parcel. Afërsisht 3 hektar ka nda komuna Malishevës për jetimat e Ballkanit. Përveç qendrës për të moshuar qëndrimi ditor, aty kemi edhe projektin tjetër për fëmijë me nevoja të veçanta, siç janë fëmijë me autizëm, sindrom Down, edhe fëmijë me nevoja të veçanta me smundje të ndryshme, e ky sektor do të jetë rezidencial. Duke shpresu edhe duke besu, njëkohësisht duke lutë Zotin, që të realizohet dëshira kahmëtshme e jona, fillimi i projektit në Prishtinë që ne akoma jemi në pritje të një vendimi nga gjykata kushtetuese. Shpresoj që sa më parë ta marrëm një përgjigje dhe të fillojnë punimet edhe atje. Bukur projektet mëdha këto që ju po na i mundsoni me i realizu ne. Na bashkë me ju një ditë nuk do t'jemi, por këto projekte do t'ngelin në shërbim gjithë atyre që do t'ken nevojë për këto projekte. E ne edhe pse nuk do t'jemi një ditë, ndoshta shpërblimi gjatë kohës së funksionalizimit këtyre projekteve nuk do t'na mungon edhe kur do t'jemi te Zoti. Po vazhdojmë emisionin me storien që ka përgatitur stafi, storia radhës. Storia kjo që një non me 4 fëmijë jetim, i vdes burri duke punu e duke lënë pas strehim. Bëhet fjalë për një familje në komunën e Skenderajit. Ne kemi shkuar, kemi vizitu, para se me vizitu këtë familje, kemi marrë informata në këtë iniciativë në është bashkangjit, edhe vllau i ynë më pjesë e shoqatës tonë, Bekim Jashari. Bekimi është angazhuar dhe ka gjetë një banesë me një çmim shumë më të lirë se sa është ai në treg kur ka shku Bekimi me pyet për banesë dhe ja ka spjegu se bëhet fjalë për mu falë kjo banesë për disa fëmijë jetim. Na kemi bleat banesë, e kemi mobilu, pastaj kemi shku te kjo familje, e kemi vizitu, megjithatë ja kemi dhënë lajmin
se po bohen me banesë të re. Këto janë pamjet, po i ndjekim bashkë. Përshëndetje, a jeni mirë që sheni? Apo do një musafir? Që sheni, a jeni mirë? Shuzoj rastin, në më temë të familjes, në ngushtu të burë, shpallaj dhe me tashtë të temë që në, e ju i qënë fortë në gajrit, në në arësat me halitin, me të vizitu, e me këshyrë, qeke një halët që shënë një gjendjen. Shqipe, përshëndetje. Përshëndetje. Jena në Skenderaj, familja 5 antarëshe Shqipe Ramadani. Shqipja është me 4 fëmijë, burri i ka vdek, jeton me qira, me ndihmë, ato janë gjithë dorën kush sa të mundet. Po me gjithat, na do të mësojmë më shumë për historinë, jetën e saj dhe të fëmijëve të saj me vetë Shqipja. Shqipe, paka shumë, Bekimi edhe shoqënia tjetër na kanë folë për ju, për jetën e juaj, për historinë e juaj. Ç'është po jetoni sot? Jetoj me 4 fëmijë, burri vdesi dhe në fundes. Gjeneraturi kam mytë. Në ljamë 4 fëmijë që shtot. Ta të nderoj, kush ka një mu dhe i tash. Ta fëmët e burrit, e zakon e burrit. Pranojnë e banese, ka të nderoj shumë, se s'm ka morë qëra, masim ka vdek burri. Kush më ka një mu, Allah e shpërbëgjit. Inshallah Zoti mëshiron. Zoti lash nash ju. Faleminderit që ne orë, veç me një social, 170 €. Kush po më mujnë që shto ta burrit, faleminderit për tyne, që shkomoj që shto për gazet. Mi jo kemi tunë që banesa në e dik. Tjetër që me një banesë me qëra, po e po ma shtrejt, e smojten, dojnë këto ma dirë, e 50 ditë burën, kalon ka diru për i qërau, e për i rrime, për i stana, ka nderoj shumë për në. Ani Zoti e shpërblet. Alloj, qështu, në që të social me të më një mu, se ja, mos më ka më një mu, zdi që kisha bo. Me i social ka, që më bo me ta. Shqipe, unë e thash që në ka folë Bekimi, në kanë folë familjartë për historinë e juaj. Na sot këna orë me dëgju vetë nga ti që shpëjeton halët, dertet e juja, edhe me të dhoni lajmen se na jau këna bleni banesë. Faleminderit shumë për juve, Allah i shpërblet. Një të sen kush e ka qitë, Allah i shpërblet. Bashkë me mu është Bekimi, pjesë e jona, mëti, Bekim, në ka rast shpesh me vizitu shumë familje, edhe kam pa që për këtë rast në ke folë 2-3 herë, se është një familje, Bekimi, unë kam angazhu me, u interesu me gjithë një banesë, edhe Bekimi emri, Bekimit ka bo që banesa tjetë me një qmim shumë më të boleqëm se sa është çmimi real i tregut. Që shpëndijesh, Bekim? Lusë madhen zëtë, ty e ke stafën e shoqatës. Allah me shpërblimet mira, po edhe gjitha ta bamirësa donatorë, ka janë rozullin toksorës, që po e ndihmojnë këtë mision të shajt ju në pokursejnë bugjetin e vetë. Është një ndjenje pa përshkrueshme edhe. Do të një nanë me 4 fëmijë, 3 vajza në djalë, do të në moshën 15 vjeç, që të katërt. Ashtu siç tha Shqipja. Fati ka desht kështu, inshallah do Zoti Shqipës edhe fëmijëve jap Zoti shëndet, kanë pasur të. Juve Allah i madh i shpërblet edhe një herë, ju dhe gjithë donatorët që kanë kontribuar. Edhe për Shqipën sot, po edhe për shumë familje tjera, shumë vepra tjera të mira që jeni duke i bërë për çdo ditë. Kënaqësi e papërshkrueshme kur njeri mund bën mirë. Ne kemi bisedu shumë raste, edhe në kaluamën e kemi vizitu shumë familje në kaluamën, jo vetëm Skënderaj, po në për shtete tjera të Kosovës. Është
ku njeriu mund bën mirë, tjetrit i qysh zemra të rritë prapë. Alhamdulillah. Çto ti më? Wallahi, po. Po. Inshallah i lumë Zot na jep mundësinë mi azgjo dorën atë që ka nevojë. Amin, inshallah. Faleminderit Bekem. Na do të shkojmë bashkë me Shqipen, edhe Shqipja i ka 3 qika një djalë. Te banesa reja vlen me theksu se familjarët e Rahmetlis janë organizu për me janë gjitë dorën Shqipës dhe fëmijëve të saj. Edhe i kanë të bullë 10.000 euro, i kanë qitë në gjiro llogarinë e shoqatës tonë. 48.500 euro është bo banesa me gjithë mobilim, $30.000 hakef makolli me banim në Amerikë, inshallah Zoti e shpërblen. Sot është e gjumë, po gëzohen jetimat me nanën e tyne, kur gëzohet jetimi, gëzohet edhe vetë Zoti. Hakif familjar Bekim, Zoti ju gëzof me familjet e juja edhe gjithë juve donatorve kudo që jeni. Amin. E juve Shqipe për haju ku banesa re, e gëzofshi. Paraj Shqipe. Na po shkojmë, Falenderoj të gjithë donatorët, edhe juve, kush një cent e ka qitë Allah e shpërblit. amen, na po shkojmë të banesa re Shqipe, me t'i dhonë qelsat, aty janë shket gati, këtë e mobilume dhe ju pisët mundi me jetu në banesën e një po shkojmë. Hajde me rripis. E na erdhëm të banesa e re, unë i kam qelsat në dorë, qelsat po pret mi marë Enveri, djali vetëm i kësaj familje, po unë kam derin me pas bekimin me veti sëd, e qelsat për e bekimit, e bekimi e jep Enverit e qelë derin. Allah e Shqipe. Amin. Me në vazhdojmë. Me në qelësin e këzofshit banesën. Hajde, bon, bismillah. Hajde këshum pjesën tjetër amena. Salon, kuzhinë, edhe një balkon ku ka qamë. Na jem konakun e rritë është Enverit, bashkë me 3 motra edhe nanën. Kjo është banesa, unë edhe njëherë du ta falenderoj Bekimin ka dhënë kontribut se ka folë me pronarin e banesës. Banesa është 84 metër katror, 48.500 me gjithë mobilim, pra ka bo zbritje edhe pronari. Donatorin në Amerikë Hakion, Haki Bakollin, Zoti e shpërbleft, ka dhënë $30.000, 10.000 euro kanë mbledh familjarët e Rahmetlis, pjesa tjetër që ngel, do të plasohen listat e donatorëve gjithë për këtë familje. Shqipe, banesa që shtë dëfë? Shumë e mirë. Faleminderit prej krejt donatorëve, prej teje, prej zotër Bekem, prej tonë. Të na se bep për marrë me të vizitu bo Bekimi, na ka folë disa herë, e Zoti i shpërblet Bekimin e krejt ata që u bonë se bep për më botë më Falenderoj banesë. donatorët e Bekimin e ty, e krejt, kush e ka qitë një cent, Allah e shpërblit. Na lusim Zotin që fëmit me pas shnetën, e jetën e gjatë, e me i bo Zoti edhe këta bamirës, kur të rritën e me unë gjithë dorën atyne që kanë nevojë. Shqipe, unë e kam një histori të vogël, du me thonë. E kem në një shok donator bamirës që jetën në Gjermani. Ju ka rritë djali vetëm, edhe ka nis ka pak me punu, e rrogën e parë, kur e ka marrë, ja ka qu babës, po ja ka dhonë 100 euro babës me bletit dishka vetë, edhe 100 euro nanës vetë.
Ky bamirës është e i sprovum edhe me një vajzë të smurë. Më ka thonë Halil që të 100 ershin tem që ja ka shkru emrin e djalit. Në pare, ku të shkujsh edhe ta gjojsh dikun që të flenë zemrat ti, leje që aty. E une që të 100 ershin për jalon berit. E ju ta lutni Zotin për ata, e sidomos për qikën e ti që kjo është 100 ershin me emrin e djalit vetë. Rruga e parë, 15 vjeçar të punon kapan, e unë për talon ty në ver. Faleminderit shumë. E ti lutu për ta, e sidomos për vajzën e kësaj shtëpie. Zoti ju rujt juve, ju shpërblet. Faleminderit, me krejt. E aj që s'po du mja përmen emën që mi ka dhonë këto pare, Zoti ju shpërblet, Zoti ja shërov vajzën, e djalit jetë gjatë, e inshallah i bja rroga tjera në familje. Kjo është gëzimi kësaj dite të gjumë, shqipja me fëmijë u bo me banes, sebe bekimi me familjarët e burrit vetë, sebe ju që po derni nga djersa juj në gjiro llogarinë e shoqatës tonë. Zoti kur mos ju humbë, Zoti rujt juve bashkë me familjarët e juj, ku të qeni. Na shihemi në gëzimin e familjes tjetër. Faleminderit e gëzofshi. Shumë, Allah i shpërblet. Anëver e gëzofsh. Allah është shpërblet. Allah i shpërblet edhe ty bekim. Para e shqipet. Faleminderit, Allah i shpërblet. Exact. Shqipja bashkë me fëmi e gëzov banesën, e re Zoti e shpërblev bekimin, Haki Bakolli në Amerikë $30,000, Zoti kur mos të humbë. Gjithashtu edhe familjarët e Shqipës, familjarët e burrit saj janë organizuar dhe kanë mbledhur €10,000. Unë du ta falenderoj edhe pronarin e banesës që ka shit për çmimin shumë të volitshëm që ka dhënë për me blenë nga këtë banesë për këtë familje. Kajtve, Zoti ju shpërbleft e Zoti kur mos ju humbë. Një histori shkurt në e rrëfym të kjo familje, po realisht, përveç historisë përditshme që ne ballafaqohemi me shumë familje, me shumë rrëfime të ndryshme, edhe nga ata që vinë për me dhonë donacion, kanë histori të ndryshme. Unë gjithmonë kam thonë se shumë prej donatorëve kur i bojnë jetë me dhonë donacion, flasin me Zotin direkt, e bojnë jetën edhe i kallëzojnë Zotin se pse po e jep këtë donacion. Dikush ka antar të familjes smur, dikush ka vetë smundje të ranë, dikush jep për të vdekurit e tyne që si kanë ma, dikush sprova lloj të ndryshme, prandaj shumë herë kur vinë këtu, disa prej donatorëve dhe na rrafejnë historitë e tyre dhe kërkojnë që ne të komunikojmë me familje që po ju ndihmojmë, edhe t'ju thomi luteni Zotin për dikan që ka qëtë hallë. Na e lusim Zotin të gjithë të sprovuarit me lloj sprova që janë, inshallah Zoti ja u lehtëson e ju bën zgjidhje. Në historinë e ardhshme, prap, historie prekse, historie që ne është dashur me dhonë shumë më herët, por në mungesë të një trualli për ndërtimin e shtëpisë, ne kemi vonu edhe historien gjithmonë duke prit këtë trull e shqyqër që u bo, e shqyqër që u njës shtëpia. Megjithatë, është historie prekshme në komunën e Kamenicës, krye familjari me smundje të ranë. S'po zbuloj më tepër, po e ndjekim historien ku do të mësojmë më shumë nga vetë historia. Që ka smuni që që? Allah i të letësoft. Amin Allah shpyrt, amin. Zotit një mufti, inshallah Zotit të shëran e të Amin forcen. Allah pa shpyrt. Allah ju është i malajnë ashe, amin Allah.
kush mund ta poftaj nëse amen Allah. Shame mu. Çto kuga kuna shkruan amen Allah. Që që ki emrin? Fitim Bi emri? Maliqi. Fitim Maliq. Po. Fitim sa antari, e? Sa antari? Yes. Sa fëmijë ki? 2. 2 fëmijë kam. 2 fëmijë, ti bashortja, Po. edhe kush? Baba nona, vllavi. Jetoni krejt bashk? Po këtë bashkë. Qa me bua shpirt? Qëto Allah i ka thonë, amin Allah. Sa vjeçari e? Jo, i kam një 46. 46. Po, që një 3 vjetë unë do këtë po. Ama s'ma shumë. 3 po thamë së ma shumë. Po me zara shpirt. Po duhet që me mu. Pol me zërë po shkej, shama mu. Ku po mjeku është? Gjila. Gilan. Jeton me qira apo pa qira? Jo, pa qira shpirt. E që ta mu ma pas bo me qira ishtë katastrofë për mu. Unë s'kam pare kështu me jetu. E qira i ma falë shumë katastrofë. E që sa ku jeton tu? Që një 3 vjetë. Që 3 vjetë. Fëmija, njën e 6 vjetë që 3 7. Apo shkojnë shkollë? Shkojnë. Amen Allah. Po bohesh me shpitëri. Amen Allah. Shumë faliminer. Shumë faliminer. Amen Allah. Amen Allah. Neve në ka bo ama në gji, një bashk. Amen Allah. Amen Allah. Ata Po thënë mërgjimtari joni. Ata që kanë mundësi, amen Allah, Allah i rujtë. Ashtë dikush pe që saj ane, veç ka lip me ngell anonim mërgjimtar, Allah e jeton rujt, edhe amen punon Allah. jashtë në Zvicër. Allah i rujtë, amen Allah, kush është speti unë e që. Amen Allah. Allah i rujtë, shpirt, amen Allah. Amen Allah. Në ka obligu me ardhë, me Amen vizitu Allah. fitimin edhe Amen me Allah. adhon lajmin se po Amen bohat me shtëpi të re. Amen Allah, shpirt, amen Allah. Allah i rujtë, juve dhe ata, kush është e që. Amen. Fitim, Sveti që e që falë e loqë. smuja kur nuk e myt njerin. Mërzia e myt. Kështu që ti duhet me marrë vetën, edhe mos më mërzit e ke fundit ka më bo që aje që ka shkru i lumi zët. Unë e pres ditën për më arë me t'i dhonë qelësat e shpis të re, e inshallah ty gjojnë me shnet ma mirë. Amen Allah, shpirt, amen, inshallah, amen Allah. Amen Allah, inshallah, shpirt, amen Allah. Donatorin me familjen e ti, Allah e Zoti, rujt, amen kur Allah. mos e Shumë hupt. faliminer Allah, e rujtë, e këzovë gjithmonë shnet e dhështë, amen Allah. Amen Allah. Zoti është përbleft edhe Zotin Amen. e shpis këtu Po, që e ka shpirt, mundësu amen me Allah. nej që 3 Amen Allah. vjetë, Amen Allah. pa qira, pa pages. Po, amen Allah. Allah i dhështë ati shnet, familja, amen Allah. Emocione, Amen Allah. ba mire Zotë kur mos jo Amen Allah. lajme po bëhet Shumë me faliminer. shpitare. Amen Allah, Allah i rujtë. Shemi në gëzimin e familjes tjetër. Allah i rujtë, amen Allah. Amen Allah, shpirt, Amen, amen. Allah i qëroft edhe ty. amen Allah. Inshallah Zotit forcen. Jeta i ka edhe këto sprovat e veta. Lusim Zotin, inshallah gjenë shërim. Kjo familje një herë ka pas një trull, po trulli ka qenë shumë largë. Që ka afru dikush, e pastaj është dash pak kohë për me gjetë një trull ne vetë, me asigurua trull e për me anisë ndërtimin e kësaj shtëpie. Ashtu si që dëgjut edhe në storje, donator është nga komuna e Kamenicës, që jetën edhe punon në Zvicër, por ka kërku me ngel anonim,
Krye familjare është me terapi çdo ditë. Situatën gjendin ja pat që 3 vite të i bo dergj. Inshallah do Zoti e i qeti laqin e ka shërim edhe vazhdoni jetën me familjen e tij në shtëpinë e re. Ne shumë shpejt do t'ja japim qelsat e shtëpisë. O Zoti jeni dashur, shëroj të sëmurit kudo që janë. E storia radhës, atëherë storia që do të vjen tani po vjen nga komuna e Kaçanikut. Shtëpia, po thot stafi im, është ndërtu në komunën e Ferizajt, në fshatin Arakaj. E na po ndjekim historien, mësojmë më tepër për këtë familje edhe pastaj rikthehemi në studio dhe flasim. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Arakaj, komunë e Ferizajt. Sot kemi ardhur me dorëzu qelsat e shtëpisë të re familjes Mustaf Elezit. Mustaf, ciao ma. Inshallah gëzëni. Jena veç në ambientet e brendshme të shtëpisë të re të Mustafës, na po i lana me pamje se që ka qenë vizita e parë. As gjallë, as dek, as njetë, ama, qështa, që shpeshen inshallah kena dikan. E mësë me vetë gjithmonë, inshallah kena dikan e ju një mërë zotit që keni dalë, pasoni s'ka kush e be, s'ka pa shkollë, pa. S'ka shkollë, jam e gjamu marrë, jam e dronë. Se këto nuk ka. Gjade, s'ka fabrika, s'ka maqina, s'ka shkolla kërkon bejni, qështëna ka. Qështëna. Dimit që ta shkurron, arrina për jashtë, i kena dhe gjanca ne, të në te shimit e ujit e dronë. Dhe unë të kena për jashtë dalë mi marme, se s'ka pasë mundësi. S'ka si të le, është për veti. Një të drama ka. Ka zahmet i madhë, po mu me dikush. E s'ma të mirë sa në mo. Pas që në i marën një shpia gjë poshtë, s'jam të lip harqë. S'jam të lip harqë, që e mi buka. Po, shumë shtira këto. Qalla kena dikan që se unë mo. Dhe shpijës të marën kërkosh? Kush marën shpi? Po, hiqmat e mirë, ju e një me shkolla, se e shijet e mirë edhe tjetë që edhe ju ven. Po dhe? Se unë s'kam kërkan. A kërkan heq. I të ditë. Po inshallah ju në i marën e një shpija, se njeri me qënë. Po dhe që në dhejt dikan. Për haj shpija re. Po bohin me shpi. Pasha Allah në po. Shumë ka mirë, unë kërëm po shpijën e pleqëve, më ka mirë shumë. Kështë ka bëm këta, tha Halil Kastrat, Allah është për blef, tash këta.
Po që është me ta bo për haj? Po, që ishtë. Për haj. E zëtë i diru shkakti. Amin. Mësa, për haj. Faleminderit sa. Uli. Mustafa, jeni konë shumë natë të jem gjeshtu jetu, tash keni arë këtë poshtë, ndryshim i madh. Po, mirë. E falenderoj halit astatën, falenderoj komunën, gjithë donatorët, diasporën që na kanë ndihmuar. Zoti shpërblet këtë. Ja poshtë. Ka pishri këto. Asfalti gatë. Autopozat këtë. Gatë. Nëse të një vetë në ku më jetonat, ku jena natë. Që ku marë kanë. Unë asë shkollë, asë telefon, asë ho, asë dramë, se dhe këta kanë shumë fësirë shkolla konë atëherë, po ka pas pëtëllini, këta për marakë. Ja ma mirë këto. E na, listën për këtë familje do ta bëjmë publike në rrjetet tona sociale. Na po e lëna me pamjet e shtëpisë tre, ba mirë se Zoti ju shpërbleft. Inshallah gëzemi. Nga një vend shumë malor, shumë largë, pa kërkan heqë, veç vetë, shtëpia është ndërtu tani në Rafsh, ku ka dhe familjarë tjerë, pa mjetë vetë, na falen, se si po ndihet kjo non tani më në shtëpinë e re bashkë me familjen e saj. Donator Zoti, kur mos ju humbë, që kjo është ajo që ne po themi gjithmonë, po i plasojmë videot, emision i ndryshimit, emisionin një nisje të një jete të re. Krejt kjo, falë kontributit i juj Zoti kur mësë. Storia radhës po vjen nga Gjelani, ka qenë stafim, ka vizitu një familje atje, unë nuk di shumë pak rreth kësaj familje, unë bashkë me ju, po mësojmë më tepër nga storia, pastaj kthehemi në studio. Po, një fërë se liksha, po bëj 4 knive, në Gilan. E të të Gilan, me qera, shtë. Përshri, shtë. Tu përnun ka pak, punaj ka pak. Di ma smart, që përnun. Shtë punaj në tërten, ka pak. Shtë të mi mojtë, shtë robë. Shka e marë. Kështu jetoj që që shpi që 3 muj, që më konë që të shpi më konë. Dhe këtu me qera, jetoj me një shpi të Romit, këmë pas jetu një 8 vjeta në mund. Dhe këmë pas pa pare, pa pagesë. Dhe të shumë me pagesë e kam. Të është pa qërarë, po do të me du të mi me mojë. Me po nuk ka pa. Shumë e do. Po e ronë bala e ronë është. Mi mojë 4.000 peso. Unë s'ka dhe qash, po do të shumë e do të është. Unë nuk ka pa. Mija ka nga vezër, ka se 7.000 ma. Shofën edhe të mine që është që kanë senet teshat dhe ta lyten. Ashtë. Kja vogën është që këta që është pakar ma ta po di. Po kur s'kisha fanë, apë do të mu më nuk për ta. Shë në vo. E unë sa dushë. Se është mija lakë manë. Nuk më besoj madhë. Se kam, qa që gaj ka mu. Fëmi e lypë senet e dim. Shohë fëmi të qërë. Dhe dhe ta kanë shefën. Senet tesha. Qështu? Po se do me ikë. Nuk i do. Po në ka pak javë. Shka lypën javë. Mononë javë veja.
E lo vetën kesha njerës, po shoh. Që shkallëzoj dhe burri nga me qira, po shka me bë, paqare për fëmijën, paqare mi ja dalë diqishna. A i këto në, i na kona atje në qëtër shpi, po atje a konë katastrofë, këto në dyrët janë viran. Kjo në qatë trega dhe kina mnu, sa mu mshelë pa këtë bira është, aja tjetra nuk mshelë atë heq, qështa. Shatë bjere, shatë punoje, bjere mirë. Kur dimnit pak ma zërë, se virës apet më ndryshe ma po punon, më ndryshe, po zezone dimnit, se t'ja njëse me rabor, burri pa pun, me nëzemi a dalë tanaj. Mu më kanë thonë nuk ta kanë sociale, edhe qështa. Ditë më dhojt janë në shkollë, njënë qikën e kam klas 8, djallin e kam klas 5, këto me uniforma janë, hala na kanë thonë në vazdjove, mua marë masat, edhe mua kep tjerat, hala zda kena pagu. Tash si ta more burri që atë pare shati more, jo uniformën, jo banesën, dhe të me pagu me ta. Shka me hangër me pi, jo rrimën, a isin as jesin edhe. Ndith mi i kam atë vogël, kërkesa shumë po kanë, zarë po ashtë sa dush. Sa dush si që jam nanën e vetë, baltë po më vjen zarë. Edhe që s'po kena kam ja dalë, social jo. Ndima për qeverisë nuk kam heq. Qa ditë që më lipin që kanë kërse, që lipin kërkesat e veta, mërzit nga sa dush po vetë edhe vetë jam e sumë me tension. Qa ditë që t'lipin këta kërkesa, mu tensioni e më lunë. Shumë e ranë më vjen, po, shka me ba. Paqare, do i la vetin anash, edhe paqare më mirë me fëmijën. Qashtu me 4 fëmij, më nona ka pak minimu edhe burët me oja, sa të më lipin, i një maj ka pak, po ato 20 euro, kur gjasë se më për një maj. 20 euro një parë, a i shes as i shes. Qashtu më nona pak minimu këtina, më një parë mi shqitë më doke që për një maj pak. Sa po muj me maru se me 4 fëmij. Po e na qikën e kena lot vogël, Pilipi edhe kjo ato të vetat, sa po muj, një paroja mi shqitë më duke që një pak pja heke. Paqare, dishka minimum, me shqipjet në ollë vetë jam e smut, jam që 13 vjetë gati, jam e shqipjet smut, e smut vetë, ma shumë, pa i laushna se me i laushna, kam i qau ato pare. Shati more burri, paqare. Ma shumë pa i laushna rri. Që me muj shkon, një dit i pi, 3-4 ditë si pi heq, dhe sa miruj që kur ta shë vitin që jam ma shumë. E s'mund, qështa. Vesh më va flicu s'mive kushe tjera, sa të mujna. Që do është kush ka mundësi me në një unë. Mirë. Allah ishë për pletë. Kush mundet me në një mu, hatri që të nëve 4 fëmijëve, Zoti ishala ishë problem se në këtë dujan dhe në dujan. Se maran së për neve që shpituj, patok, me 4 fëmijë, s'ka ma keqë. Është familja e Feris e Lishtja. Kjo familje, stafi ka ftu me qenë në emision, e na ju thumi mirë se keni arë. Mirë se ke arë. Si të galen, a ju mirë, mirë se keni arë, a ju mirë, hajtë. Feris, shushje? Mirë, Qysh po kaloni? Mirë. Na pamje ta afërsisht i pamë. Çfarë kushte po jetoni, qysh po jetoni? Kemi pas dëshirë me ju pas në studio, me mësu pak më tepër rreth jetës suaj. Çka mundi më na thoni? Rreth jetës. Unë jam Feris Selishta, baba i 4 fëmijëve. Mashallah. Jetoj në Gilan, me qiratë, më thonë jetoj. Me punu punoj.
sa më smë lyp dekojna. Që është ta? Që sa ku jetën me qira? Që 3 muaj, kom jetu në një shtëpi të Romit që 9 vjetë. Tani që atëherën mu desh me lëshue, me gjitë me pare, me pagu, me qira. Dhe mëzit që e gjeta. A është qira e shtrajt? 100 euro. 100 euro, apo muni për badan? Ti qysh po do të mja 4 gojë, fëmijë, të punu, po, 4 fëmijë kam. Të punu jam elhamdulillah për Zotit. Qa po punën? Punoj në ndërtimtari. Ndërtimtari? Po, ndërtimtari punoj. A jenë fëmija rritin apo shojnë shkollë? Po, qika madhe është gati 14 vjeti pan, klas 8. Djali qetër është në klasën e 5. I kajt je artë në Gjilan? I Krenedelit. E atje a ki në shpija të? Ja, kur gjë e zonë që? Kur gjë nuk kam që? Në Gjilan tash që 10 vjetë, sa the? Po, që 10 vjetë. Që 10 vjetë. Zoja emri juj? Maria. Idrisi. Selishta, që shtregoj edhe burri, baldoran, po, shka me bo. Shatë punoje, alhamdulillah të punu ka pak. Apo mund me siguru ka fshatën e bukës për fëmije për ju? Të shishna si me zarë. Shkat vjere. A ju një mën e kushti? Jo, kërkosh heq. S'na një man kërkosh, veç burri shatë punoje në bjen. E ndim sociale? Jo, nuk marmi. Nuk marmi social heq. Pse? Pse unë e tek me jam e pa dokumenta heq. Ti e pa dokument? Po, se jam e komunës bjanë ufësit. Okej. Jam edhe për qatë e kam gjithë njoftimi veç përkësisht. Njarë për njarë. E fëmija ma i vogël sa është? 2 muaj. Pa nuk mundet në emër tonë me apliku me marë social, apo je në punë ti? Jo, s'mone më them. Nuk mund të më thonë veç ato shtesat e fëmijëve, i shaj i marrë me shtesat. Se as ato kjo s'ka mujtë, po kur ne qëtën ato parët për libra që ta më pja qitë, u desh me nxerat bankës. Kallëzom kartë dhej në emision, qysh ertë? Kush ju ka thirë? Kush ka ardhë me ju vizitu? Një herë të nas ka arë një kërkes prej do njerëzve se në kanë tregu e ki halin ngosht pak me strehim edhe me kushte na i pam. A ke bo kërkes në herë të na? A ke bo kërkes në komunë? Po, kena bo, po, kur gjatë që nga një vjetë që kena... Në më thonë edhe të jetimet e Ballkanit, kena shkrua, kena bo kërkes edhe këtu. Oke, pas ke bo kërkes të të na. Ju s'keni as tokë? Ja, jo. Jo, s'keni. E me dash dikush me dalë me ju bo shpinë, ku me ju bo shpinë? Në tokë. Ku me marra tokë? Nga kanë thonë që ja vjapë një tokën. Kush ju ka thonë që vjapën tokën? Shasot një jam në të spjavë t'jivesh. Prej shoqatëse? Jo. Nuk unë ja tre vllaznia, kanë orë me bicikla për Zvicrë, me që pa të në orë. Që me bicikla? Për Zvicrë? Po. Ju kanë arë, ju kanë vizitu juve? Po. Nuk unë edhe të kryetari i komunës, qërto i kanë unë. Për që jasi për shpi për tokën, ja jopë mina. A kanë dhonë tokën, a se kanë dhonë? Nuk e di, nuk di sen. A ju kanë thonë juve që e kanë dhonë tokën? Jo, a kanë thonë mu e ju, që nga thonë. Janë kona kanë vizitue, vetë personalisht, neve kanë thonën që këna me folë për myty, ta një takshimi shka po bëjna. Se s'pe di në punë, punën. Se burri a di ta konë punë, ato vetë kanë orë në kanë vizitu, janë konë dhe që ato me bicikla, kanë orë dhe nuk kanë thirë se ja këshim pazonë, nuk e di u ka shku numri jonë. Kur e ardhen, na kanë vizitu, vakum zonë adresën, na kanë vizitu, nuk di. Ma te për, unë asumo, nuk kena pa kontakt me ta. Ato kanë shku që ku marrë vesh, ato kanë shku jashtë. Masi 2 javë, 1 javë, 2, qështo, masi na kanë vizitu neve. Interesant. E ju, kërkesa ju është me pas një shtëpi ju. Një shtëpi me pas. Ashtë kushte na, për familje që kanë nevoj, për strehim duhet me pas tokën. E ju se paski. Duhet me prit, apo del dikush me bo tokën. Me ja u siguru trullin.
E masit sigurohet trulli, mas ne duhet me prit, apo del dikush në i donator që po thot, unë po kam qef me ndërtu shtëpinë. Po. Në storin e juj, kena me plasu në misionin e Premtja me Halilin. Edhe kena me prit, apo lajmërohet dikush, për me siguru edhe tokën, e mos po del dikush me thonë, po ja ndërtojmë edhe shtëpinë. Kush ka mundësime tani, mua Allah e shpërblet. Terez, kur të kanë lajmëru që kemi arë në studio? Sot. Prom. Qka tha? Qka mendove? Po shkojmë në emision të Halili. Në emision. Shosëm s'peti. A keni arë me shpres? A i keni hup Me shpres? Jo e mi hup. Si kena hup, po. Shpresat i kena majmë mes. Po më thojnë për i regjijës që toka është siguru. Po. Po më dhërë. Terez toka ka siguru. Pe që aty në djemve që në konë me... Po. Faleminderit. Me bicikla. Faleminderit Allah i rujtë. Zoti i shpërblet. I pas kanë ble 3 ari tokë dhe pas kanë vizitu këtë familje, kanë thonë për propozojmë nëse ka në i donator, toka 3 ari është për këtë familje. Faleminderit shumë. Inshallah ata e Zoti i shpërblet. Amin. E halli shpis tash. Toka o siguru, ba mirës, për na duhen njerëz edhe për shpi. Vesh më konë, ta kam vesh një so, vesh t'i shti që ata 4.000. Ma shumë s'jam të dashtë. Ka dal, njëherë s'patë mas tokë. Se përshë, Zoti madhë. Ju qeni ka me bicikleta për Zvicrë, Zoti kur mos ju humë. Faleminderit shumë. Inshallah Zoti i rujt krejt. Me familje, inshallah Zoti i rujt ata. Okej, po më folin edhe dishka. Po, banë. Këtu të na u ka një banore, e shtëpisë të moshuar. Edhe ajo ka vdek. Ramet i pas shpirti. Motra saj, që unë s'po du me përmen me emën, po thujnë anonim, motra saj, mas vdekje saj, e shet shtëpinë ku ka jetu ajo. Edhe nga ajo shtëpi, 20.000 euro i ka sjell në shoqat, edhe ka thonë nëse ka nevojë në i kush sadak për shpirt motrës, me vja bo shpinë që të 20.000 euro leni që aty. Po bojnë në shpitëri. Shpia po bojnë, toka u bojnë. Faleminderit. Allah i shpërblet. A keni pas në herë shpit jujen? Jo. Jo. Kur? Ja. E tash po bëni, me tapi, me tokë e me shpi. Faleminderit. Që kjo është ai ndryshimi, kur pa shpi. Tash me shpi. Faleminderit, Allah i shpërblet. Edhe fëmijët kanë mi pas krevatat, kushtet, më të mira shumë. Që ja konën kresorja vesh, se isha sonë vetë jam e shtipje të nartë, se isha dhe ndekësha, ta di vesh ku pilohë që të ka 4.000. Se mu së më djetë, nashtë asat jam, nësë nuk jam, me hip shpesh, shtipja për shtresit, për mërzijës. Pse shtres e mërzi? Tak nga për shpia të huja, që sa vjetë, kur thëmjën tem se kum pa që shdohet, lak ma ishin, qa ja kom problemi ma i madhone. E tash? Tash i bëllëm edhe ma kollaj pak më dokët, edhe... Tash edhe shtypjen këna me heket. Me i lashna. S'ki arsye ma, ama më mërzit, e me i dhonë vetit shtres, për shpi. Stresja kër ma i shumë, ti ma i madhe. Ma shumë i kumpi i lashna se si kumpi, të i rujtë. Motër, na gjdo dit jene në teren.
edhe shohim çdo sen. Pasha Zotë ka shumë më keq. Po. Ka, la më keq. Se unë në Allah stafet na të cilë. rujt, pa shtëpi e me pas fëmijë të smut. Çka kishim bë? Atë ajo është sprove e Allahit veç. Po Veç sa për sprova që e ata duhet Allahit. me thonë shka të vjepi Zotit mirë se ardhë. Zotit ka dash ashtu mirë se ardhë. Ta peshe, mëshira e Zotit, lëshon rahmet në zemrat e shumë njerëzve. Edhe harnuhen, dikush pake që sot na si shoqat problemin më të madh e kem me familje që s'kan trull. Shumë kërkesa ka edhe duan që të kenë strahim vetën edhe pasha Zotin ne nuk mujm me asiguru edhe tokën edhe shtëpinë. Po që fal njerëzve bamirës që në ardhë ju kanë vizitu, vetë ju kanë pa kushtet, i kanë pa qysh po jetoni, ku po jetoni, kanë dëgju historinë e ju, e kanë blet tokën, kanë ardhë, kanë bisedu këtu të na, që tokë na këna ble, këshyrë në një herë qëtë familje, nëse edhe ju jeni razi, i plotson kushtet e ju, le tjetë që kjo tokë për qatë familje, e atë banorën që ka vdek Zoti inshallah e mëshirën e me xhenet e gëzën, ajo banore nuk është mon mesin tonë, po që sadaka saj, po ndryshon jetën e një familje i vohë për shpirt saj, e juve përhaj u koft trulli edhe shtëpia. Që Ferez, përhaj, hajde gëzofshi. Përhaj, e gëzofshi. Ba mirë Zoti kur mos ju humb, po shkojmë me sigël edhe kthehemi. Sa po ju dha lajmi se edhe tokë, edhe shtëpi toka ku do të ndërtohet shtëpia. E për tokën, gjithmonë më erdhen informatat nga regjia, tani mora bëhet fjalë. Donatorët të tokës janë familja Korbi nga Gjelani me shoqëri që kanë bërë donacion këtë tokë 3 ari. Ata kanë thonë për një familje, pastaj kanë shkuar, kanë vizitu këtë familje dhe na kanë propozu nëse i plotson kushtet edhe te ju, atëherë le të jetë toka për këtë familje. E na sapo ja dham lajmin. Juve si familje Zoti, kur mos humb çdo kush ka kontribu për me marr këtë tokë. Me gëzimin e kësaj familje, po i vje fundi edhe këti emisioni. Para se me mbyllë si gjithmonë të gjithi ju që dëshironi të bëni sebeb, shkaktar, për mes neve, me ndimu familje nevojtare, me ndryshu jetë ka e mira të shumë kush që ka nevoj, këto janë mundësit e donacioneve që mund të kontriboni në shoqatën tonë. Në Zvicër, shoqata bamirës e jetimat të Ballkanit ka degën e saj tash e sa vite, këto janë dhona dhe bashkë me konto numrin atje. Gjithë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Zvicër kanë mundësi përmes këtij IBAN-it ndihmojnë shumë familje në Kosovë dhe në truje shqiptare. E nga Zvicra na shkojmë në Gjermani, gjithë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje, kjo është mundësia për më lehtë nëse dëshirojnë me ndihmu përmes shoqatës tonë, këto janë dhonat e shoqatës atje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithë shqiptarë që jetojnë atje, këto janë dhonat e shoqatës tonë, ju që keni dëshirë me ndihmu familjen trojes shqiptare përmes neve, ja ku e keni mundësinë. E nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtu në Kosovë. Në Kosovë kemi 3 gjirologari, kjo është gjirologaria e shoqatës në Bankën Ekonomike, e pas kësaj është Pro Credit Bank, e nga Pro Credit Bank është edhe Banka Kombëtare Tregtare. Ne kemi shoqatën edhe në Maqedoninë e Veriut, gjithë shqiptarë që janë atje mund të kontribojnë përmes shoqatës tonë të familjet nevojtare në këto të dhona.
Por me ja u lehtësu donacionet e juja, na kemi edhe adresën e GoFundMe shoqatës, kjo është adresa si edhe PayPal-i i shoqatës. Të gjithë shqiptarët këtu në Kosovë që posedojnë numrin vala edhe kanë dëshirë me kontribu në shoqatën tonë, mund të dërgojnë një SMS në 55333 55444 dhe ndihmojnë me €1 kontribut për shoqatën vëmendje e jetimat e Ballkanit. Ky është emisioni kësaj natë. Zoti ju dash, Zoti ju ruaj, Zoti kur mos ju humb shihen.